Jetën e përditshme shpesh dëgjojmë të thuhet se njeriu kryen punë, makina kryen punë, një trup në përgjithësi kryen punë. Në fakt, po të shpreheshim sakt fizikisht, punë kryen një forcë F, kur ajo arrin ta zhvendosë trupin, si në rastin e figurës. Në veprimin e forcës F, karroca zhvendoset. Puna e kryer nga forca F është e barabartë me prodhimin e forcës me madhësinë e zhvendosjes, kur ato kanë drejtim të njëjtë. Kur një trup kryen punë apo është i aftë të kryej punë, themi se ai zotëron energji. Në rastin konkret, njeriu zotëron energji. Energjia që zotëron trupin në sajt bashkëveprimit quhet energji potenciale. Konkretisht, një sust e ngjeshur është e aftë të kryej punë. Në veprimin e forcave të elasticitetit, ajo e zhvendos trupin me madhësinë S. Ajo zotëron energji potenciale të elasticitetit. Një trup që është në lëvizje zotëron energji. Energjia zotëron ai quhet energji kinetike. Sfera konkretisht V në lëvizje kuboidin. Ai zotëron energji kinetike, energji të lëvizjes. Një trup i ngritur në lartësinë h nga toka, në sajt bashkëveprimi me tokën, zotëron energji. Energjia zotëron ai quhet energji potenciale e rëndës. Ai trup duke rënë ngjesh sustën me S.